Çfarë ka ndodhur në Lubonjë? Në Lubonjë për arsye të rreshjeve të mëdha, ka ndodhur një përmbytje. Kjo ka ardhur si shkak. Dhe një firme që ka mbaruar para 20 ditësh ka mbaruar punimet e një lumi, nuk ka bërë punë me cilësi. Nuk ka patur as kontroll, as një gjë. Kam ngritur shqetësimet time me kryetarin e bashkisë, me drejtorin e urbanistikës, ku më kanë thënë që nuk ke asnjë lloj të drejte që të përgjigjesh për këtë punë. Ka bashkia, ka inxhinier, ka supervizor, nuk ka ardhur as edhe një herë. Dëmet e shkaktuara në fshat. Dëme është prishur komplet lumi, rrezikojnë rruga kryesore e fshatit që është liftë 2 lagjet, rrezikohet. Jo rrezikohet, ka mbaruar si rrugë, ka hyrujt në te. Megjithatë, ju do ta shikoni vetë mbas filmimeve që është, nuk funksionon për çdo gjë. Kam edhe një dy shqetësime tjera për kemi një. Sa ju ndikon ju si banorë gjithë kjo situatë? Po ju ndikon se ai po doli do prish gjysmën e fshatit. Nga ku ti thot mendja ujt pasaj, s'ka çfarë i bën. Se fillim e nisën, jo është një prua në Lubonjë, se ashtu e konceptonin, le njerë të ta shikoni dhe vetë që planimetria që është bërë e lumit e sesh as lumas, nuk e di unë se qili inxhinier ka bërë atë. Po çfarë frikë keni sot? Sot tani për tani s'ka ndaj frikë. Po e nesër mja mund të bjerë prapë. Ju ta shikoni, të bëni filmimet, ai pa arritje qavi një, aq po 2-3 familje, ose ai po hira mes për mes fshatit, s'do të thotë se ku ka drejtimin. Sa banor ka fshati? Banor ka fshati rreth, ti zëm 75 familje me 4 sa i bie 320-350 banor. Dhe ju jeni? Unë jam kryetari i fshatit. Delengjiu i fshatit, ti thua, jo kryetar. Emër mbi emër. Se Delengjiu, Albert Hime. Delengjiu i fshatit, zeri ima